Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se vini në emisionin Personazhe në Fokus. Sot kemi kënaqësinë të kemi të ftuar një personazh që ka ndërtuar jetën e tij mbi shërbimin ndaj njerëzve, si në fushën e mjekësisë, ashtu edhe atë të shpirtërorë. Me mua sot Erion Sylari. Erion, të falenderoj që do jesh pjesë e emisionit Personazhe në Fokus, duke treguar gjithçka në jetën tuaj reale, sepse vetë emisioni në fokusin e tij ka njerëzit e personalitetet që i japin shoqërisë, po dhe vetvetes. Është kënaqësi për mua. Për të qenë sa më të sinqert me shikuesit e këtij emisioni, para se të kalojmë tek ato pyetjet tona një pas njëshme, atë vrazhën e emisionit të për çdo të shtune, ne për gjithë shikuesit, para se ne të fillojmë ato pyetjet tona të zakonshme, pyesim personazhin. Kush është Erioni? Në fakt, kjo është pyetje shumë e bukur, të drejtën, sepse realiteti është vetvetja jote, kush je ti në vërtet. Është pyetja më e madhe që 95% e njerëzve në botë akoma s'e kanë zbuluar. Kur ti kupton kush je vet, pastaj ti di çfarë do të arrish dhe di çfarë do dhe qëllimi pse ekziston. Nëse do të dish nga ana gjendje civile, unë jam Erion Sylari, jam një djalin e 79, jam me profesion mjek. Kam prej vitit 2003 që ushtroj zanatin e mjekut, por shërbej dhe siç ti e përmende si pastor në një kishë ungjillore quhet Kisha Fjala e Jetës Lushnjë, që nga viti i 2025 në nëntor 2025 jam dhe presidenti i kishave ungjillore të Shqipërisë, e cila është një nga 5 fetë e njohura zyrtare nga qeveria apo nga parlamenti, ratifikim marrëveshjes me parlamentin. Ju jeni një nga njerëzit që keni dhënë kontribute jo vetëm në kujdesin shëndetësor, po edukimin e brezave të rinj, projektet sociale, keni prekur në jetën tuaj shumë familje, gjithçka. Vërtet Erioni është ky Erion? Pak do me thënë se kjo pyetja ime ndoshta edhe skeptike për ju, po unë mendoj që jo vetëm domethënë kam ndihmuar të tjerët, po jam gati domethënë që të në mënyrë vullnetare të ndihmoj ku shikoj një nevojë të një personi apo të një komuniteti. Dhe vetëm mjaftoj që veshim të kapja atë nevojë apo të thirrje apo të dëshpërim, dhe nëse unë kam mundësi, se gjithmonë është dhe mundësia se ti mund duash të jesh shpëtimtar i botës, po nuk mund të jesh dot. Që unë jam gjithmonë aty për të bërë maksimumin tim, sakrifikoj nga vetja ime, sakrifikoj edhe nga familja, që ai person të ndihet të paktën i dëgjuar, por edhe i plotësuar. Si vini dëshira për të studiuar në mjekësi dhe për çfarë ju ndoqët deri tani dhe ju jeni njeriu që përveç mjekësisë bën një predikimin fetar? Unë në fakt kam pasur një adoleshencë pak të, le të themi, të vështirë, për shkak sepse ishte koha e trazirave në Shqipëri, ishte në momentin 97-s, dhe fillu 96-97, dhe në atë moment unë kam ardhur në kishë, dhe në atë kohë filloja të ndjekja të frekuentoja shërbesat që ne kishim. Më ndihmoi shumë të ndryshoja sjelljen time, të ndryshoja fjalorin tim, të ndryshoja këndvështrimin për jetën dhe të isha më pozitiv për sa i përket të ardhmes time. Kur shkova në kishë atje ndryshova, le të themi, edhe mënyrën se si duhet të jetoja, sepse mendoja që në ato kohë ishim adoleshent dhe më mend si tani një djalë më tha që ti ke nevojë të shkosh edhe të studiosh në shkollë. Çdo njeri mund të bëhet besimtar në kishë, çdo njeri mund të frekuentojë kishën, por zanatin nuk ta jep kisha. Ti duhet të shkosh në shkollë, ti duhet të studiosh dhe ti mund të jesh dikush në jetë për të bërë atë gjë që ti je thirrur apo atë gjë që ti je krijuar ti jesh. Më bëri shumë përshtypje dhe menjëherë shkova të mbusha boshllije që kisha në shkollë. Shkova ka pasi teza, unë akoma gjallë tezën, edhe ajo më ka ndihmuar shumë që të ndiqja kurset e kimisë dhe biologjisë, dhe kur erdhi puna për të konkurruar në shkollë të lartë për mjekësi, unë fitova domethënë degën e mjekësisë dhe sot jam mjek, por ishte për shkak se shkova në kishë. Kisha më ndryshoi mua këndvështrimin për jetën time, sepse unë doja të isha një emigrant atëherë, doja të shkoja në Greqi, më mend që tani bëra disa plane me shoqërinë time, por na prishën mes rrugës,
prindit u mërzitën shumë sepse nuk i thash asgjë, isha shumë i vogël për të marrë vendime kaq të forta, duke ikur ende nga brapa, domethënë. Pasi keni menduar këto dhe keni studiuar për mjekësi, por dhe i keni qenë një nga njerëzit që keni predikuar besimin fetar. Mendoni që janë profesione fisnike në shërbim të qytetarëve? Po patjetër, unë mendoj që më e rëndësishme është shpirti se sa është trupi, edhe pastaj mendja. Në fakt, ne mendojmë që njeriu është një shpirt që ka një mendje dhe banon në një trup. Edhe Bibla thotë që shpirti është shumë i rëndësishëm për mbajvajtjen e gjërave edhe këtu në tokë, jo vetëm domethënë në qiell. Por është shumë e rëndësishme domethënë edhe trupi, sepse dhimbjet që ti njeriu ndjen në trup zakonisht hyn në stres, depresion dhe pastaj njeriu edhe shtypet nga ana emocionale dhe ana shpirtërore. Kështu që ndikon disi ajo lëvizje domethënë e gjërat. Për të kaluar tek pjesa e profesionit tënd, gjatë kohës që ju keni qenë mjek drejtues në qendra shëndetësore, cilat ka qenë sfidat më të mëdha të Erionit? Në fakt unë kam pasur një jetë pozitive, nuk kam pasur një sfidë të jashtëzakonshme që të më mbajlet në kujtesën time. Unë kam punuar në urgjencën e Spitalit Lushnjë, përveç se kam qenë drejtor në qendrën shëndetësore. Dhe një nga përshëndetësit më të madh që kam pasur ka qenë kur jam vdeshur me vdekjen, kur jam vdeshur me njerëz të cilët domethënë kanë qenë në prag të vdekjes. Më ndjesht edhe historinë e një domethënë le themi mikeshës time që ka vujtur me kancer, e më domethënë që ka qenë sfida më e madhe që ne jemi lutur dhe Perëndia ka shëruar, sot ajo jeton, ka një familje të shëndetshme. Dhe kjo ka qenë dy sfida më të mëdha nga ana mjekësore, ku kam luftuar me ata njerëz që kanë qenë me probleme me infarktin apo me vdekjen, ose në kish ku njerëzit kanë pasur dëshpërime aq të mëdha sa që rrezikohesh dhe jeta. A ka thënë ndonjëherë Erioni në vetvete, çdoja unë që zgjodha këtë profesion? Jo, nuk kam thënë asnjëherë. Të dy profesionet janë nobel dhe janë shumë të mira, sepse njerëzit të dyja kanë nevojë, edhe shëndetësia edhe shpirtërore janë të lidhura bashkë. Dhe njëherë njerëzit më thonë si ka mundësi që një doktor i shkencës është i lidhur me një prift i shpirtërores, ku e gjen ti lidhje sepse duket sikur sulmon një tjetër. Po në fakt nuk e sulmon një tjetër, madje mbështeset sepse unë njoh shumë doktorë dhe shumë shkencëtarë të cilët janë besimtarë, siç mund të jetë Einsteini për shembull, e njohin gjithë, të cilët ka qenë besimtarë domethënë, dhe ka qenë dhe shkencëtarë, nga shkencëtarët më të mirë të kohërave, të cilët kanë dhënë kontributin e tyre, megjithëse kanë qenë njerëz që besojnë tek te Zoti. Edhe shkenca nuk e sulmon fen dhe feja nuk e sulmon shkencën, madje të dyja të bashkë janë suportuese dhe analoge të disa gjërave që a ecin bashkë të dyja tek Erioni? Po, patjetër. Unë për shembull pasi mëroj shërbeset e mia këtu vin njerëzit dhe më kërkojnë për punën e doktorit. Doktor ka bërë këtë analiza, doktor ka bërë këtë eko. Dhe normalisht i them, okay, kjo është çfarë ti ke marrë nga analizat, por le të lutemi Perëndis si Zoti ta kthej këtë të keqen në të mirë. E ta kthej këtë problem domethënë në një trampolin që ai tregoj sa i madh është, sepse Zoti kur ke hall është tregon madhështinë e tij. Kur ne s'kemi hall nuk ka një gjë që do ta manifestoj. Nga viti 2003 ju keni shpërbyer si pastor. Thirrja për të përshkruar apo për t'i dhënë atë dijen njerëzve, për t'i dhënë atë mençurinë, atë predikimin tënd, si vazhdonte Erioni prej atij viti? Prej vitit që unë jam bërë pastor? Po. Tani unë çdo gjë që mësoj vetë, unë kam bërë studime jashtë, kam bërë studime në disa shtete të Europës, në Çeki, në Vjenë dhe në Slovaki. Dhe përveç trajnimeve që kanë qenë kështu zyrtare, kam bërë dhe trajnime të cilët janë jo zyrtare, normalisht të cilët njeriu vazhdon të studiojë. Unë nuk mendoj që di çdo gjë, nuk mendoj që kuptoj çdo gjë. Normalisht që njeriu është i kufizuar dhe limituar edhe në zgjuarsi, nuk është si Zoti, edhe ka nevojë domethënë të studiojë më tepër. Po që atëherë unë çdo gjë që marr e transmetoj tek të rinjt dhe e bëj këtë gjë me pasion, sepse dua që vërtet brezi që më vjen tani, që është një brez vërtet shumë i vështirë, të mund të kuptoj që ka nevojë për Zotin. Nuk mund të jesh domethënë çdo gjë relative.
Është do gjë relative, edhe për dish absolut, por duhet të them që ti mund të jesh në dorë të ndryshosh. Si mua për jam ndryshoj vetë kur isha adoleshent, mund të ndryshoj një adoleshencë apo një brez të ri. Përveç se ju përmendët pak më lart zgjedhjen tuaj midis mjekësisë dhe pastorit në predikim për të falur dashurisë sa më shumë njerëzve dhe për të falur Zotit Perëndis, ashtu si ju e thatë pak më lart, kjo është një zgjedhje e vështirë për Erionin, por një zgjedhje me dashuri të plotë për të pasur të dy profesionet në të njëjtën rrugë. Jo, le të themi kështu, mjekësia ishte zgjedhja ime, kurse të qenit pastor është zgjedhja e Zotit. Domethënë, unë nuk mund të dalë përpara njerëzve dhe të them jam pastori juaj, se nuk e deklaroj unë kush jam. Kurse te doktori jam unë ai që zgjedh, sepse unë studiova, unë vazhdova domethënë të bëj studimet, nuk është se më tha Zoti në një talent të jashtëzakonshëm që të di të interpretoj sëmundje, duhet të studioja, kurse puna e pastorit nuk është vetëm njohuri informacioni koke, është le të themi një thirrje nga Perëndia për ta bërë. Është diçka e caktuar nga Zoti që në barkë të nënës. Si shpëmi për Erionin thot, pastor apo doktor? Unë se kam problem shumë tituj, them drejtën, por të dyja janë fisnike. Unë mendoj shpirtërore është më e rëndësishme, pastor kur më thrasin pastor është më e rëndësishme. Doktor mund të ketë shumë, por pastor nuk ka shumë. Pak pyetje më shumë profesionalizëm kjo që përgjigjja juaj. Gjithsesi, kur je në rrugë, në një shoqëri, në një takim me familjen, shpesh njerëzit të njohin dhe si pastor dhe si doktor. Dhe kanë ato probleme të tyre të përditshme. Dhe në moment që të vjen dikush që kërkon një ndihmën tënde, si vepron Erioni? Po tani në bazë të nevojës që aty transmetohet, se nuk mund të thuash njerëzve që kur ai është në hall për shembull, le të themi që dikush nuk ka mundësi të blejë dot ilaçet. Është i smur. Unë do them që ti do shërohesh, por atë nuk e qetëson ajo gjë, ai do ilaçi që kurohet, që dhimbja të largohet, që sëmundja të venitet. Kështu që unë menjëherë mundohem që të ndihmoj nga ana ekonomike për atë mundësi që kam për që ai të sajoj diçka. Ose dikush për shembull nuk ka ushqim në tryezë, nuk mund të them tani do siguroj Zoti dhe ti lutemi Zotit se Zoti do të bëjë nga qielli. Zoti nuk sjell nga qielli, Zoti do ta bëjë përmes çimit, do ta bëjë përmes Erionit. Kështu që varet nga nevoja. Pastaj ka gjëra të cilat për shembull nuk i zgjidh dot mjekësia, të cilat mjekësia ngre duart lart apo shëndetësia nuk arrin dot ta zgjidhë dot sepse janë sëmundje, siç e thash me të vajzën, që mjekësia ngriti duart tha sa t'japi Zoti jetë, por ne u lutëm, besuam Perëndis, ajo shërua. Zoti bën akoma mrekulliçin. Nuk është i lodhur se bëri mirë ndaj njerëzve. Shpeshherë gjatë bisedës tonë Erioni nuk është tip që ndan mjekësinë me shërbimin ndaj qytetarëve, por duke i futur të dyja bashkë në një rrugë të përbashkët dhe për të plotësuar dëshirat apo kënaqësitë dhe atyre që vjen krijojnë atë besimin, krijojnë atë faljen, dhe Erioni a është në brendësi të tyre? A ndjesh keq ndonjëherë kur njerëzit vinë dhe diskutojnë shumë probleme me ju dhe ju nuk keni ato mundësinë për të ndihmuar të gjithë ata, pasi kisha është shumë e madhe dhe ka njerëz që predikojnë në çdo moment. Po unë thash edhe një herë që unë jap çfarë kam në dorën time. Dhe atë që kam në dorën time unë nuk jam pishman ta lçoj, sepse në fakt, le ta them kështu çimi, atë çfarë kam në dorë është fara ime që unë mbjell të jetët e njerëzve. Dhe nëse kam këtë farë në dorën time, fuqia ime është kur e lëshoj atë gjë. Kur e mbaj, ajo nuk është më farë, ajo është një korr, vetëm një gjë që unë e mbaj veten time. Por kur e lëshoj këtë farë në zemrën tënde për shembull, tek ty është një mirësi. Tek unë është një kënaqësi. Unë ndjem mirë kur ti je, le të themi, i plotësuar, ke arritur te qëllimin tënd, do të them, e ndihmova dhe një person sot. Po ti ndihet dhe thua, por ka Zot, ka njerëz të cilët të dëgjojnë sot, nuk janë interesaxhi, nuk janë njerëz të cilët janë matrapazë, duan të shfrytëzojnë një nevojë tënde, por ka një Zot. Dhe këtë kam ndier dhe kam dëgjuar nga goja e shumë njerëzve, jo vetëm në 2-3 persona të cilët i kam takuar, por thon faleminderit shumë që na ndihmon edhe je aty gati për të qenë krah për nevojat tona. Mos vallë Erioni, Perëndia, Zoti ka marrë në të dyja duart, një të mjekësia dhe një të pjesa e mirësisë besimit hynor? Unë në fakt e lash mjekësinë për disa vite sepse u mora shumë me kishën. Ne hapëm 10 kisha të tjera për qark Lushnjës dhe qytete të tjera. Dhe
e ndjej atë mungesën, atë bështakun që njerëzit duhet i shërbesh dhe me talentin që ke. Mjekësinë, me atë dëmshurinë, me atë humanizmin tënd. Dhe me njerë kur jam kthyer në mjekësi para 3 vjetësh, jam kthyer sërish domethënë në profesionin e mjekut, më duk sikur u linda sërish. Kështu që ka një kohë për të pushuar, ka një kohë për të punuar, ka një kohë që ti të rihesh nga një profesion, ti mund të rikthesh sërish për mendimin tim. Nuk është çdo gjë e përjetshme, kështu që Zoti më ka marrë të dyja krahët, është vërtet ajo që thuati. Kujtohet pak më parë tani që kisha Fjala e Jetës ka hapur disa kisha me aktivitetet në komunitet. Cila ka qenë ndikimi i tyre i projekteve në jetën e përditshme të njerëzve? Ne fakt projektet tona i prekim që nga fëmijët, adoleshentët edhe pasaj familjet, normalisht që le të themi ne nuk duam që njerëzit të jenë të varur ndaj një ndime, sepse bëhen pastaj të ndikuar nga ajo gjë, ne duam që t'i zhvillojmë mentalitetin e tyre. Që ata të kenë mundësi të punojnë, të kenë aktivitete të përditshme. Për shembull, në vend që t'i japim ushqime, për shembull, direkt ne bëjmë after school, program after school, që fëmijët të mësojnë, që mos mësojnë që jeta është një mundësi që ti shkon dhe troket dhe kërkon ndihmë, por je ti ai që punon për vetën tënde, me zgjuarsinë tënde, me kapacitetin tënd, me aftësitë tua, dhe ti nuk je i destinuar të jetosh siç kanë jetuar prindërit tu, por ti e thyen atë gjë, ti thua unë do punoj vetën time që të siguroj vetë, që të mos ndjesh i shtypur dhe i përbuzur dhe i varur nga dikush tjetër, por ti punon dhe ke një rrogë apo ke të ardhur në shtëpinë tënde. Dhe kjo pastaj ti nishon breza pas breza. Domethënë, në vend që ti japësh një ushqim, ti jep një shkollim, jep edukim. Se kam vërë edhe jo vetëm me kaq, por për shembull ne bëjmë kurse piano dhe baterie dhe kitare këtu në Kish, që fëmijët të zhvillohen dhe nga ana e artit dhe kulturës, sepse njerëzit nuk duan vetëm shkollë, por duan edhe lërmi. Ju e përmendët, përveç se ju keni aspektin fetar, të jeni angazhuar edhe thjesht në edukimin e fëmijëve, ju sapo përmendët. Pasi i dha këtë kontributin e madh që jep kisha, a ka elemente aty brenda në atë syrin tuaj mjeku dhe të pastorit që kanë prirje që të hecin në jetën e tyre të përditshme dhe Erioni shikon që këta njerëz ose këta fëmijë kanë të prirjen jo vetëm thjesht me lojrat e tyre të zakonshme, por për të si dikur Erioni kur ka qenë atë moshë. Sot ka disa sfida, nderuar Çim, sepse të rinjt janë shumë të frustruar për shkak sepse telefoni dhe mediat sociale e kanë dëmtuar pak. E shikoj, unë kam një vajzë të vogël 8 vjeçe. Dhe në fillim fare ajo shikonte për të mësuar, për të parë diçka më tepër, por ne kemi filluar që ta shkëputim telefonin dhe kemi parë që ajo është më e qetë nga ana mendore, sepse nuk është e varur nga diçka dhe ato lëvizjet ato scrollet e telefonit. Dhe kjo është një problem që është edhe me të rinjt sot, sepse prindrit e ku diu me radhë, dhe kjo ndikon edhe në Kish pastaj, sepse kur një fëmijë nuk lexon, një fëmijë nuk studion dhe merret me telefon, normalisht domethënë truri i tij dëmtohet, sytë e tij domethënë prishen. Dhe ne na duhet goxha punë. Mungesa të folurit është po, edhe ne duhet goxha punë në Kish që të mund të flasim dhe të bëjmë atë, le të themi, moralin e thonjza, që i largoj telefonin, bëj një kurs gjuhës të huaj, bëj një kurs të pianos, nëse ke talent, se s'mund të jesh do të më thënë talentur për çdo gjë, por lexoj një libër, shikoj një dokumentar, që ti mësosh të keq informacione dhe hiqe nga ajo mediat sociale sepse të dëmtojnë. Kështu që për mua është pak e vështirë me brezin, nuk është brezi që kemi pasur ne, që ne lexonim libra, shkonim në bibliotekë, ne mësuesja lexonin të libra, ne lexonim. Unë kam një bibliotekë shumë të madhe në shtëpinë time, me libra pafund. Dhe saqë gruaja thotë bollë na ke prerë domethënë si librari, si biblioteka e Lushnjës, po mua më pëlqen libra sepse jam rritur me to. Unë kam studiuar mjeksi me trashësi libra të mëdhenj, domethënë dhe jam mësuar të studioj dhe akoma sot, se ditë. Unë të përgjigjoj për gjithë të lloj bagazhi kaq të madh që ti jep dhe sot nëpërmjet emisionit Personazhe në Fokus të rinjve, jo vetëm se ti je predikus të fesë pasi fe gjithmonë njerëzit i çon në rrugën e mbar, por edhe si një mjek shëmbullor që pavarësisht shpeshherë bashkë
na ka lidhur dhe një pjesë shoqërie në hapësirat ku ne jemi në terren me qytetarët, ku Erioni falenderohet për shumë punën e tij të mirë në mirësi të qytetarëve. Po për të kaluar te një pyetje tjetër, keni punuar për vite me radhë pranë komuniteteve rurale. Çfarë problematikash keni hasur shpesh në fushën e shëndetësisë dhe mirëqenies sociale? Për sa i përket shëndetësisë, unë mendoj që kushtet ekonomike, unë mendoj edhe mentaliteti i njerëzve, sepse njerëzit sa më shumë të shkolluar të janë aq më shumë dije kanë dhe aq më shumë dinë ta jetojnë jetën. Sepse nuk është vetëm të kesh, është edhe të dish. Domethënë, prindrit tanë nuk kanë pasur mirëqenien që ne kemi sot, por nuk na ka munguar higjiena, shëndetësia, pastërtia, sepse atë që kanë pasur ata e kanë vënë në funksion. Në çdo rali që un kam shkuar, kam parë normalisht në shkem të njerëzit që janë më në nevojë, tek ata të cilët janë shtresa më vulnerabël e shoqërisë. Disa janë për shkak të një tragjedie që s'ke që t'i bësh sepse ata jetojnë me kemp apo jetojnë me probleme shëndetësore. Kështu që normalisht dhe të ardhët tyre janë të pakta. Normalisht me ato që ke do rrotullohesh. Sepse edhe në një leku të mëson vetë çfarë duhet bësh, por ka njerëz që nëse nuk e ndërtojnë me djersë dhe me mund, ikën leku kollaj. Pastaj kam parë nga ana sociale, normalisht që njerëzit të frustruar nga jeta janë edhe të lodhur nga ana emocionale, nga ana psikologjike. Sepse kur një gjë të rreth që kanë kokë gjatë gjithë kohës, sado i fortë është ti thyesh, sepse njeriu është një qenie që është e ndjeshme, shumë delikate, shumë e brishtë, shumë fragjil. Dhe në qoftë se nuk ka njerëz pozitiv rreth e qark dhe jeton gjithmonë në mizerje, ai do jetojë dhe do sillet në mizerje, sepse ashtu e ka ambientin ai. Kur njeriu jeton në një ambient pozitiv, prandaj unë uroj çdo njeri që të vinë në kish, sepse të paktën do dëgjosh një fjalë pozitive, do dëgjosh një fjalë të ngrohtë, do dëgjosh një inkurajim, do marrësh një përqafim, do marrësh një buzëqeshje, që sot njerëzit e kanë shumë vështirë ta japin, për shkak sepse vetë ata vinë nga kjo gjë. Normalisht që ti mund ndihmosh një person, unë kam ndihmuar gjëra nga më të ndryshme, por nëse një person nuk arrin do të heqë atë cikletin e madh që ka, një ndihmë nuk i ndryshon jetën atij. Mund t'i japi një buzëqeshje, por nuk e ndryshon. Si e shihni sot vetë me profesionin që ju jeni mjek, sistemi shëndetësor shqiptar, dhe çfarë duhet të ndryshojë sipas Erionit? Sistemi shëndetësor shqiptar? Pak Jo, ka shumë ndryshime, ka nevojë për shumë ndryshime normalisht. Unë mendoj që çdo sistem që mund vini, nëse nuk ndryshon njeriu, është shumë e vështirë. Domethënë, nëse njeriu nuk është human dhe mendon që do ta përdori zanatin e tij për të shfrytzuar nevojën e tjetrit, shëndetësia nuk do bëhet kurrë. Pavarësisht se ti mund të kesh aparatura më të mira, mund të kesh ilaçe më të shtrenjta, sepse njeriu kur është që nga natyra i dashur qim, është krijuar me egoizëm. Që kur fëmia i vogël qan, ja me lodrën tjetër nga dora, thotë kjo është e imja, që aty domethënë ai fillon edhe bërmoset që unë çdo gjë që kam e marr është imja pavarësisht se tjetri mund të jetë i lënduar sepse ka pasur në dorë, ai ja merr dhe qan, sepse unë jam më i fortë se ty, sepse unë jam më i madh se ty, sepse unë jam më i zgjuar se ty dhe ta marr nga dora, që aty fëmia fillon edhe mësohet me të gjë egoizëm, që çdo gjë që unë shikoj është imja. Dhe kur kjo gjë vjen në çdo sistemi, nuk kanë çfarë bën, sepse është zemra e njeriu që po prishet. Po prishet familja e dashur. Po prishet domethënë tradita jon familjare. Dhe që aty në familje, kur prindi sillet gabim dhe fëmia mësohet gabim. Dhe normalisht kur tritet ai të bëhet doktor, jurist, mësues, avokat, sportist, ku diush çfarë që mund të bëhet, do të ketë gjithmonë idenë domethënë që unë do ta marr sepse është e imja. Kur fëmia mësohet me parimet e shëndetshme, që i vogël, atëherë shumë e kollajshme. Dhe ti nuk do duhet të kesh një shëndetësi super të suksesshme për ta pasur të gjë, por sepse njeriu është njeri në fund fare. Do të jetë çdo njeri është krijuar nga Zoti i nderuar. Çdo njeri është shumë i shtrenjtë përpara Zotit. Pikërisht dhe pyetja jonë ishte si shikon Erioni me syrin e një pastori dhe sot me syrin e një mjeku shërbimi shëndetësor. Ku ishte gjithë
unë mendoj, unë jap atë kontributin që kam aty ku jam normalisht. Unë kam ndihmuar në Stale Lushjes, kam bërë donacione, ato që më kanë ardhur gjithmonë, domethënë kanë ardhur me njëherë dorën e parë sepse ndjej përgjegjësi që kam që jam lushnjar. Dhe po ndihmova vendin tim, nuk ka kuptim ndihmoj të tjerë. Kam ndihmuar qytet të tjerë, nuk kuptoj. Kam shkuar deri në Prenjas, kam shkuar deri në Librash, në vende të cilët janë të lëna më njanë për shkak se jetojnë shumë larg. Si pikërisht zoti Sylaria, këto problemet shëndetësore janë në i pikat në rënje me sa shikojmë ne kur çdo ditë dalin problematika në spitale të ndryshme, ashtu si edhe spitali i Lushnjës me problematikat e tij që shumë kohë në rrjetet sociale dhe në parlamentin shqiptar, politika të ndryshme që grindën njëri tjetrit edhe si shikojmë në ambient ose në terren, nuk ka asnjë lloj iniciative që të kontribuohet për mirëmbajtjen e këtyre spitaleve apo ilaçet në këto spitale. Ju jeni mjek dhe normale ju të flisni edhe si mjek po edhe si predikues, sepse drejt për drejt ju jeni me çdo ditë me qytetarin. Tani normalisht Spitali Lushnjë të zotërit për ka nevojë të Në gjithë spitalet, në përgjithësi në gjithë spitalet. Edhe në Fier kam shkuar, kam ndihmuar në Fier ose kam ndihmuar në qendra shëndetësore me karroca, me krevate, me gjëra. Kam parë më të nevojshme restaurimin, rekuperimin e gjërave. Po pse pikërisht individuale dhe nuk ndryshon shteti? A mund vrat politikat shëndetësore në Shqipëri janë problematike? Tani nga jashtë mund ta gjykosh një gjë shumë kollaj, normalisht që Jo, unë po të pyes juve, ju jeni një shtetësisë. Unë po them që, okay, ka shumë nevojë të ndryshoj, nuk diskutohet, sepse nuk jemi base diku, por nuk është se jemi aty ku duhet, sepse sot isha me specialistë të fushave të ndryshme të mjekësisë dhe po më thoshin që mungon kjo, mungon ajo edhe unë kam qenë vetë në urgjencë, kam punuar domethënë dhe sa nevojshme ishte kur kishte nevojë domethënë për mjekime dhe pase duhet ndryshoj më tepër, nuk e di. Domethënë, nëse unë jam Mos ballë janë politikat e gabura në shëndetësi apo njerëzit e duhur që nuk drejtojnë dot shëndetësinë sot, si e mendon? Sot e dije ose 35 vite. Nuk është vetëm, unë mendoj që është zemra e njeriu është problemi, nuk ka të bëjë fare me politikën. Domethënë nëse një person do jetë një dashamirës për ndihmuar diçka, nuk do ketë nevojë. Tash edhe një herë kur unë jam doktor ose jam pastor, kur kam nevojë të ndihmoj dikë, unë bëjmë copa që e gjet vet. Unë kam punuar 1 vit e gjysmë në urgjencën e Lushnjës. Dhe po të them, pikërisht përndaj në urgjencën e kam punuar me një sasi lekë që po të them domethënë sa merja, ishte turp për faqizez. Por nuk më pengoi mua të mos jepë kontributin tim që urgjenca e Lushnjës të kishte mjek, që kur ditë një person të mos dëgjonte që s'ka mjek apo nuk ka shërbim. Po shkova atje ndihmova domethënë rria natën, gjithë natën pa gjumë shkoja nesër, shkoja në punë përsëri sepse isha akoma mjek në një qendër shëndetësore. Dhe i dhash të gjë sepse, okay, shikoj një nevojë dhe plotësoj, të thuash ti, a ka se punohet e shumë? A ka se punohet të tjerë që mund të japin? Nuk e di. A ka ndonjë rast Erioni që ka lënë gjurmë ku ke qenë mjek e urgjencës në spitalin e Lushnjës apo diku? Gjurmë për çfarë për shkak? Mirësie për njerëzit që kanë qenë. Po ja, domethënë kur vjen një person vjen me urgjencë me ngarkesë shumë të madhe, unë mundohem domethënë që ta relaksoja nga ana psikologjike, sepse 50% e terapisë është ana psikologjike. Kur ti i thua mos u mërzit, jemi ne këtu, ja do vi infermieri të bëj kimin, është një situatë që ne do ta marrim në kontroll, do bëjmë disa analiza, ti do bëhesh mirë, nuk ke pse mërzitesh. Edhe kur ti bën të gjëra, madje dhe fillon edhe bën humor, në kuptimin që nga jeni, si keni ardhur këtu, po njofte atje, dhe kur njerëzit krijojnë të gjëra, ulet ajo stresi më tepër. Dhe më mend atëherë, sepse kur kam shkuar në urgjencë, dhe që ti do praktika që të mësohesh dhe të bësh ish dëvjellet, por kam shkuar fillim fare, kam përdorur armën time më të mirë, anën e komunikimit, anën e psikologjisë. Dhe kam parë që ka thënë doktor, po ti që nge base nuk je profesionist siç ka qenë ai që ka 10 vjet për shkak në urgjencë, ai di me sy mbi gjërat, se ka parë shumë raste. Doktori di ka 2 krahët. Dhe anën e mjekut të pastorit duke pritikuar në mënyrë shëmbullore. Se për shembull kam thënë që shkon te krevati që je ti, i kemi sjellë ne, unë jam doktor, punoj këtu, kam sjellë të ndihmën, që ti jesh këtu, thotë va, faleminderit shumë. Domethënë, këto kam lënë më shenjat më shumë nga ana e humanizmit. Pastaj edhe nga mjekësia, normalisht ka gjëra të cilat i shëron specialistët, gjë i shëron patologu. Sot mbani detyrën kryetarit e vllazërisë ungjillore. Çfarë përgjegjësie sjell ky pozicion në të cilët i jepni një prioritet në jetës tuaj? Kjo është një pyetje e bukur fakt. Përgjegjësia ime është e shumë anshme apo me shumë drejtime,
për shkak sepse jam mbikëqyrësi ose duhet të shikoj mirëqenien e çdo kishe në Shqipëri. Ne jemi diku tek jo të gjithë të regjistruar, por jemi diku tek 310 kisha në gjithë Shqipërinë. Nuk janë të regjistruar të gjitha. Kuptimin që nuk janë pjesë e vllazërisë gjyqëllore, por që ne i kemi domethënë duke punuar në qytete të ndryshme, fshatra, dhe përgjegjësia ime është që çdo kishë të ketë nevojën e saj të plotësuar dhe të paktën të komunikojë shpesh me pastorët, që ne quajmë pastor, apo drejtuesit e tyre kishave, se varet sipas sistemit që ata janë ndërtuar. Dua shumë që të kemi unitet midis njëri tjetrit, sepse është shumë e rëndësishme kur për shembull në lushjen e midis disa kisha ne kemi një harmoni midis njëri tjetrit dhe ne këtë kemi si një etalon për ta krahasuar dhe për ta qenë shembull me kishat e tjera në qytetet e tjera të Shqipërisë. Që dëshira ime është të shikoj kishat të jenë së bashku, të jenë një trup, të jemi të konsoliduar, mbase nuk mendojmë njësoj, por ama ne sillemi dhe veprojmë njësoj. Domethënë që duam që kauza ungjillit të shpërndahet. Në një mënyrë apo një tjetër mund ta bëjmë. Normalisht që dua ta ndrej vushin në një tjetër dimension në përfaqësimin e saj, për shkak sepse vllazëria ungjillore është një nga, themi, ose është e vetmja që ka hapur shkollën e parë të vashave me Motrat Qiriazi në Korçë, nga misionar nga Amerika dhe nga Lidhja Biblike Angleze. Ato kanë ardhur dhe kanë hapur në Korçë shkollën e parë të vashave dhe dua të themi lajm shumë të mirë që sot ne kemi në pronësi shkollën e parë të vashave. E kemi marrë këtë. Dhe së shpejti ta kthejmë në një muze, që njerëzit mund të shikojnë se çfarë ka ndodhur në atë kohë në Motrat Qiriazi. Ishte një shkollë e vogël, normalisht atëherë aq fëmijë ishin. Kur filloi për të parë mësimi i gjuhës shqipe, kemi ndihmuar shumë në shkrimin e alfabetit shqip, sepse shqiptarët kishin themi fjalorin e tyre, kishin gjuhën e tyre, por nuk e kishin të shkruar. Kështu që me patriotët e asaj kohe, me ndihmtarët e asaj kohe kemi shkruar alfabetin dhe normalisht kemi përkthyer Biblën në gjuhën shqipe, Testamentin e Ri, me Konstantin Kristoforidhin, i cili është mbështetur financiarisht nga ungjillorët. Ai nuk ka qenë ungjillor, por është mësues nga ungjillorët dhe ai ka shkruar Biblën, Testamentin e Ri në shqipe, ka përkthyer në shqip, që shqiptarët e kishin të lexonin Biblën në gjuhën e tyre. Gjithashtu kemi duke dhe mbaruam përkthimin e Testamentit të Ri në gjuhën vllahe, sepse ne besojmë që jo vetëm shqipe, por edhe komunitetet e tjera, të cilët janë minoritete të vogla, të mund të kenë Biblën në gjuhën e tyre, që edhe atyre mos u mbasi gjuha, të mund të lexojnë dhe mund të kenë Biblën në gjuhën rome, në gjuhën vllahe, sepse ata kanë nevojë domethënë të lexojnë në gjuhën e tyre anëtare që mos u mbasi. Kështu që ne si vllazëri ungjillore e kemi arsimin dhe edukimin në fokus dhe në prioritet, përveç anës shpirtërore. Kështu që dua shumë ta ngrej domethënë përfaqësimin e vllazërisë ungjillore në një dimension tjetër në çdo fushë. Sot një shoqëri që përballet me sfida morale, sociale dhe ekonomike. Cili është roli që duhet të luajnë komunitetet fetare sot në Shqipëri? Tani ne jemi përveç anës fetare që çdo fe mbulon vetë në mënyrën dhe në stilin e saj, çdo komunitet fetar duhet të jetë mbështetës fort i parimeve të shëndetshme që vijnë nga çdo fe. Që është familja një kombi dy, siç është prona, siç është Zoti, dhe normalisht që duhet të qëndrojmë fort ndaj çdo tentative që vjen nga faktorë të jashtëm apo të brendshëm, që prishin bërthamën e asaj gjë. Para disa muajsh ne bëjmë një simpozium gjithë fetë së bashku në Tiranë për të mbrojtur parimet e shëndetshme të familjes, sepse ne besojmë që familja po sulmohet shumë të kohë. Po tentohet që të shtrëmbrohem parimet e shëndetshme të burrit dhe gruas, të tjetërsimit të gjinisë nëpër spital, që ne nuk e mbështesim të gjë dhe jemi kundra, totalisht jemi kundra asaj gjë, sepse që aty çdo gjë pastaj merr shtremër. Normalisht kemi probleme sociale me drogën, me adoleshentët, të cilët dhe ato shkatrojnë dhuna në familje,
cilët ne e luftojmë të gjë. Kemi le themi indiferentizmin ndaj arsimit, duam që fëmijët të mësojnë. Normalisht në sport, edhe në art, sepse janë gjë që ne kërkojmë. Normalisht jemi edhe për drejtësinë, normalisht që ke drejtësi në këtë vend, sepse drejtësia është shumë e rëndësishme për mbarvajtjen e institucioneve dhe bashkëpunimit që të kemi njëra tjetër. Kështu që feja këto gjëra i mbulon dhe duhet mbuloj akoma më tepër, sepse unë mendoj që nuk është mjaft. Para se të kalojmë te pyetja e fundit, sepse çdo emision ka një fillim, ka dhe një fund. Si ju duket ligji i miratuar, pastaj ju përmendët pak më lart për bërësin e vendosjen e grupeve që kërkojnë transformimin gjinor, prishjen e familjes, si e përmendët ju? I nderuar që unë mendoj që ADN-ja është krijuar nga Zoti. ADN ta jep Zoti që në barkë të nënës dhe nuk ka njeri që mund ta ndryshojë këtë gjë. Që Zoti ka dhënë këtë ADN që ti ke. Mos u mundo të dalësh kundër ligjit të Zotit, sepse ti do të kesh mallkimin e Zotit. Ato kishin ndonjë mesazh në lidhje me këtë pyetje sapo të bëna? Unë do doja që mesazhi im të konsistoj në qëndrimin e çdo një individi kundra kësaj gjëje. Normalisht ne nuk e ndjejmë shumë në qytetin tonë sepse ne jemi në lushnje, por agenda e woke dhe LGBT-s është që të preki fëmijët tanë në shkolla. Pastaj në shëndetësi, sepse po fëmia filloi që të dyshojë që i vogël për çështjen e gjinisë, fillon dhe pastaj të shkojë në spital të dyshojë. Se çështja është tek mentaliteti, që ti transformon dhe ti tërson mentalitetin e mendjes së njeriu. Duke ndikuar te kodi gjenetik, tek ADN-ja jote, atë ti të tërson atë Zoti ka krijuar. Kështu që mesazhi im është të qëndrojmë fort për të mbrojtur parimet e familjes të shëndetshme, të luftojmë ndaj atë gjëra të cilët prindit tanë kanë mësuar dhe të qëndrojmë ndaj çdo lufte, çdo sfide, çdo lloj ligji. Unë jam kundër këtij ligji, nuk diskutoj. Domethënë jam që familja është e para. Pas Perëndis, familja është e para. Tashmë erionin e zhveshëm nga pastor, nga mjek, doktor, predikues e diçka. Ti je një qytetar i ftuar. Si shikoni protestën 30 ditë të rime sot në Shqipëri? Nëse keni një mendim. Tani, normalisht që njerëzit kanë drejt protestojnë në Shqipëri, nuk diskutohet, sepse çdo njeri do të protestojë, edhe unë protestoj në mënyrën time, në kish, protestoj në shoqëri, pasi nuk dal atje përpara domethënë, por një gjë që kam një problem për shembull, jo ta protestojmë këtë në këtij fjalës, në fakt ne jemi protestant. Në vetë emri. Në vetë emri. Neve kemi krijuar protestantizmin, kështu që ne domethënë na shkon kjo si temë, por çdo njeri ka të drejtë domethënë të protestojë aty ku e drejta e tij është mohuar dhe të ngrejë zërin e tij për të treguar çfarë duhet të ndryshojë, se unë nuk mendoj që është e përsosur çdo gjë në Shqipëri. Ne kemi nevojë shumë të ndryshojmë, nuk diskutohet. Patjetër që kemi nevojë të ndryshojmë, sepse shikoj për ditë gjë. Unë mund të jem mjek, mund të jem pozitiv si njeri, por nuk mund të them dot një gjë që është negative, është pozitive. Nëse një gjë duhet ndryshoj së s'bën. Sepse është brenda meja ajo gjë, është brenda vetive dhe moralit tim, parimeve të mia që ajo gjë duhet ndryshoj. Kështu që çdo një të protestoj normalisht që duhet shkoj me peticione përpara shtetit, kërkoj ndryshime mbase të bëj kërkesa, gjëra të ndryshme të cilat ata mendojnë vetë, por ne jemi lutur fakt si kisha ungjillore, kemi bërë lutje të shpeshta për situatën në Shqipëri, sepse nuk është e mirë. Nuk është e mirë sepse ka urrëtie, ka gjuhë të sharje, të cilët nuk janë të mira, sepse krijojnë pastaj urrëtie dhe ka më shumë blef. Dhe në vend që ti ta marrë gjërat me qetësi, ti fillon edhe fut emocionet në veprime dhe kjo e prish pastaj gjërat. Ti nuk mendon më pastaj, ti pastaj vetëm je shfrys i emocioneve. Kështu që po lutemi që gjërat rregullohen dhe kemi dalë me deklarata për ligjin për këto gjërat përpara shtetit. Para se ne të kalojmë në mbylljen tonë dhe të falenderojmë ty për si ftuar i radhës së kësaj shtune, cili do të ishte mesazhi juaj për të rinj që kërkojnë të ndërtojnë jetën me vlera, sukses dhe shërbim ndaj të tjerëve? Të rinjt ka nevojë që
t'i kthehen le themi sa më thjesht aq më mirë është, sepse sa më shumë ti e komplikon jetën tënde, aq më e vështirë bëhet. Unë i kërkoj të rinjve që patjetër që të merren më shumë me edukimin, të merren më shumë me shkollimin, të merren më shumë me sportin, me artin. Normalisht ka nevojë të vinë në kish, mendoj, sepse sado që mund t'i ofrojnë të tjerët ana shpirtërore shumë e rëndësishme, kur një futbollist, një artist, një student, një doktor, një avokat është i qetë nga ana shpirtërore dhe punë e bën më të qetë nga ana natyrale pastaj. Kështu që të rinjve i këshilloj të largohen nga rrjetet sociale, të mund të kenë më shumë konkurrencë të lirë, të kenë më shumë dëshirë që t'japin më të mirë nga vetja. Jo të grinde me tjetrin që unë jam më mirë se ty, por t'japin më të mirë atë çfarë ata kanë për të tjerët. A ka sekrete Erioni? Sekretet e mia Dhe kërkon sot andash me publikun? nuk kam një sekret, domethënë, përveç se numrit llogarisë. Por nuk kam një sekret, domethënë, që unë e mbaj për ta mbajtur fshet për një gjë. Normalisht që gjërat shpirtërore të mia, personale, të Zotit, ato janë sekrete, sepse jo çdo gjë mund ta ndash me njerëzit, sepse varet se si audienca e merr atë gjë. Por nuk kam një sekret, nuk mbaj. Unë jam një libër i hapur. Njerëzit më lexojnë kollaj, nuk jam dot i kamufluar. Erioni qëndron gjithmonë me këmbë në tokë? Jo gjithmonë, ndonjëherë jam edhe idealist, ndonjëherë domethënë jam një person i cili shkoj më shpejt se sa turma më të ndjeki, nga që duke qenë se jam pastor dhe kam vizionet e mia, ndonjëherë lëviz më shpejt se duhet për shkak të ritmit tim që unë jam. Kështu që nuk jam gjithmonë me këmbë në tokë, ndonjëherë jam edhe idealist, me kuptimin sepse mendoj që Zoti mund të bëjë gjëra që janë për te fuqive të njeriu dhe për te kapacitetit të tij. Zoti është jashtë kohës, jashtë hapësirës edhe jashtë materjes. Dhe këtë gjë më bën mua them që nuk jam gjithmonë me këmbë në tokë, jam gjithmonë me këmbë në tokë, s'mund them dot më thënë që gomajin fluturon, por nuk ka asgjë pamundur për Zotin. Pastor Doktor Sulari, faleminderit që ishit në emisionin Personazhe në Fokus, duke rrëfyer të gjithë eksperiencën tuaj, jo vetëm si mjek, por edhe si pastor. Faleminderit të dashur të ju shikues që do jeni pjesë e kësaj shtune për të ndjekur bisedën drejt për drejt në Fokusin e Bardhëzisë me mjekun, me pastorin Erion Sulari. Faleminderit dhe miru takoshim të shtunën e ardhshme me një personazh tjetër pikërisht në televizionin Apollon. Faleminderit dhe mirupafshim.